Horoskopi ditor e Mërkur 22 tetor 2025. Dashi, do të hiqeni jashtë mase nga një person interesant sot. Do të harroni për një çast se jeni në një lidhje. Kujdes, sepse do shkatërroni gjithçka që keni ndërtuar deri më sot. Beqarët nga ana tjetër duhet të përfitojnë sa të mundin nga mundësitë që do ju jepen për takime dhe lidhje. Në planin financiar, duhet të bëni akoma më tepër kujdes me shpenzimet. Demi, jeta juaj në çift do vazhdojë të ecë si zakonisht gjatë kësaj dite. Nuk priten vështirësi, as probleme serioze, por do jetë mirë nëse bëni disa tolerime. Beqarët do kenë dashuri me shikim të parë. Jeta do ju ndryshojë sa hap e mbyll syt. Financat duhet i mbroni gjatë gjithë kohës, sepse në të kundërt situata do të dalë jashtë kontrollit. Binjakët, ditë mbushur me çaste të lumtura këtyre sotja për të dashuruarit. Do kaloni çaste fantastike, të cilat nuk keni për të harruar asnjëherë. Beqarët do kenë një ditë interesante dhe plot njohje të reja. Shfrytëzoni sa më shumë që të mundeni. Buxheti do ekuilibrohet pas këndimeve financiare që do ju japin të afërmit. Do ndiheni të qetë në këtë sektor. Nga porrja, për të dashuruarit ka ardhur koha e duhur për të menduar për ndonjë ndryshim të vogël. Rutina është e lodhshme dhe mund të bëhet edhe shkatërruese ndonjëherë. Beqarët në fund do realizojnë disa takime të cilat mund të sjellin ndryshime rrënjësore në jetën sentimentale. Hidhni çdo hap me shumë kujdes. Perspektivat financiare janë të mira. Luani, Jupiteri do provokojë tension dhe probleme të mëdha gjatë kësaj dite në jetën e çift. Do kërkoni të dominoni tjetrin, dhe kjo nuk do i pëlqejë as pak atij. Beqarët duhet ende të bëjnë pak durim, nëse duan të krijojnë një lidhje serioze. Sektori i të ardhurave do jetë i qëndrueshëm gjatë gjithë kohës. Nuk pritet as problemi më i vogël në këtë pjesë. Vigjoresha, qielli i dashurisë do jetë plot re gjatë kësaj dite. Nuk do merreni vesh mirë me atë që keni në krah, dhe kjo do sjellë probleme serioze. Beqarët do jenë sensual dhe do marrin pafund propozime. Pranoni të njiheni me ta para se të jepni një përgjigje. Në planin financiar do jeni të organizuar dhe nuk pritet të ndodhë asgjë e keqe. Do shpenzoni pa prik. Peshorja, sektori i ndjenjave do jetë gjatë gjithë kohës i favorizuar gjatë kësaj dite. Të dashuruarit do kalojnë mirë me partnerin, do sqarojnë edhe mosmarrveshjet e dikushme, ndërsa beqarët do kenë takime mbërselënse. Shfrytëzojeni ato, por sigurisht pa u nxituar. Në planin financiar nuk është ende koha për të ndërmarrë rreziqe. Akrepi, dashuria në çift do shkojë më së miri gjatë kësaj dite. Edhe pse do mundohen të imase, askush nuk do të dalë t'ju prish planet. Beqarët do kenë sukses në dashuri dhe gjithë jeta do ju ndryshojë. Nuk do e vuani më vetmin. Në planin financiar do përballeni me disa vështirësi, të cilat do kërkojnë durim dhe më tepër vëmendje për të zgjidhur. Shitjetari, bëni kujdes me impulsivitetin gjatë kësaj dite, sepse mund të bëni gabime të pafalshme në jetën tuaj në çift. Më vonë, nuk do ketë kthim prapë. Beqarët duhet të mundohen ta njohin në çdo aspekt të person para se të vendosin çfarë do bëjnë. Financat do kenë disa tronditje të vogla. Nëse deri në fund të ditës nuk e rregulloni dot vetë, kërkoni ndihmë. Beciapi, pritet zhvillime mjaft pozitive gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift. Nëse jeni të martuar, mund të merrni edhe ndonjë lajm të mrekullueshëm. Nga ana tjetër, nëse zemra juaj është ende e lirë, duhet i bëni syt katër dhe shihni me kujdes çdo person që do ju dalë para. Të ardhurat do kenë disa përmirësime të vogla, të cilat do i bëjnë edhe më optimist për të ardhmen. Ujori, Plutoni ka rrezik ta ndërlikojë edhe më tepër sot jetën tuaj në çift. Do kërkoni gjithsesi të bëjë atë që mendon pa i marrë një mendim tjetrit. Kjo do sjellë debate të zjarrta. Beqarët do vazhdojnë të jenë në kërkim të dashurisë, por fatkeqësisht pa shumë fat. Financat nuk do jenë të këqija. Megjithatë, me pak maturi dhe për kujdes, gjithçka do përmirësohet. Peshqit, Venusi jo vetëm që do ndryshojë jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite, por do krijojë edhe kushtet e duhura për surpriza mbreslënse. Beqarët do kenë më të thjeshtë të bëjnë për vete diçka që pëlqejnë. Në planin financiar do keni mundësi të kryeni investime dhe të bëni transaksione. Gjendja nuk do jetë as pak e keqe. Do ndiheni disi më të qetë.